14 vjet më parë gjithë bota u trondit nga pamjet e një prej masakrave më të tmerrshme të shekullit 20. Sot në përvjetorin e masakrës së Reçakut, me qindra familjar e të afërm të viktimave dhe dëshmorëve u mblodhën në Reçak për të bërë homazhet e varrezat e të rëndëve. Njëra prej tyre është Sadie Ramadani, e cila ka një vëlla e 13 kushërinj të vrarë në këtë masakër. Edhe në shpet që ti vllau tem, o bon krejt që kjo masakër. Krejt për që se i shpije në marë që ata burra dhe në qitë në atë kuedrën ku e keni po krejt. Familjarët e të vrarëve thonë se dhimbja është e njëjtë, si kur në ditën kur ndodhi akti i tmerrshëm. Edhe familja Salihu ka 3 djemë të masakruar. Kur po ja ke ditë kjo në mërzijat aty varë. Mërzija më ose më të mungu të atë familjes është. Kështë mërzija është. Që ku qatë ditë që i këna varrës, po, kur po dhejmë që është atë ditë. Në shatë vjenë të shtu mërzija, se mu jekë mërzijës. Te që këmë të dekën të taj. Pas homazheve të varrezat në kompleksin përkujtimor, u mbajt një akademi përkujtimore, kushtuar të rënëve. Reçaku vazhdon të jetë dhembje, jo vetëm e jona, por e të gjithë shqiptarëve. Dhe do të mbetet gjithmonë një ngjarje e cila do të na kujtoj sakrificën, luftën dhe gjakun me të cilën paguam lirinë, të cilën po e shijojmë fal atyre bijeve dhe bijave tona. Ne përgjithsisht na takon që të rrugtojmë drejt amanetit të dëshmorëve, duke punuar fuqishëm bashkarisht për të realizuar të drejtën legjitime të popullit shqiptar, çlirimin dhe bashkimin e tokave shqiptare në një shtet të quajtur Shqipëri. Më 15 janar të vitit 1999, forcat serbe hynë në fshatin Reçak, duke masakruar në mes të fshatit 45 civil, përfshirë gra dhe fëmijë. Kjo masakër u denoncua nga ambasadori William Walker, duke ndikuar edhe në fillimin e bombardimeve të NATO-s kundër Serbisë.